Themelores, falimentoj para se të filloj funksionimin. Faktikisht, i ndërtuar mbi një korrupsion të tmerrshëm, ngrehinë e tij u shem para fillimit të funksionimit. Në aparencë, mediat dhe qytetarët shohin një përballje midis dy aksionerëve. Dhe në këtë aspekt, kjo nuk është një gjë pazakonshme, por kjo është vetëm në aparencë. Afera e aeroportit të Vlorës eksplodoi 3 javë më parë, kur biznismeni dhe politikani i njohur kosovar Bexhet Pacolli doli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Doli nga zyra e kryeministrit shqiptar. Tani, që dy ortak mund të kenë mosmarrëveshje njëri me tjetrin, kjo është një ndodhi e zakonshme. Po që një kryeministër të implikohet në ngatresën apo në përballjen e dy ortakëve njëri me tjetrin, kjo është gjëja më e pazakonshme. Kjo është gjëja më e pazakonshme. Ky është moment i cili flet shumë më tepër se sa të gjitha të tjerat. Pra kemi të bëjmë jo thjesht me një përballje midis dy aksionerëve, por kemi të bëjmë me një përballje midis shtetit dhe aksionerëve. Kemi të bëjmë me një përballje të tillë sepse siç jeni dëshmitar, nëse ju shfletoni arkivat e mediave, do të gjeni se janë mediat ato që njoftuan fillimin e procesit kundër këtij kundër atij. Pa filluar procesi. Por janë bërshit pa fund me mesazhes të pushtetarëve direkt interesuar në këtë aferë, që kanë vërshuar drejt aksionerëve. Çfarë duhet, cili është morali? Dorezez e atyre që kanë stisur këtë aferë të tmerrshme është e shtetit dhe e qeverisë.